Me vendim të formës së prerë, Giorgio Riformato, piloti i avionit të rrëzuar në plazhin e Divjakës, është dënuar me 12 vite burg. Gjykata e apelit për krime të rënda i ka ulur 3 vite burg, pasi shkalla e parë kishte vendosur dënimin me 15 vite heqëllirie. Avioni i Riformatos në 9 maj në vitin 2014 u ul në plazhin e Divjakës për të ngarkuar me rreth 400 kg kanabis, por nuk mundi të ngrihej për shkak të dëmtimit në ulje. Në 25 nëntor të vitit të kaluar, krimet e rënda dënuan me 47 vite burg, në total 6 bashkëpunëtorët e pilotit italian. Me 9 vite u dënuan dhe organizatori kryesor i këtij trafiku, Sajmir Bajrami, i cili solli në Shqipëri Riformaton duke i treguar dhe vendin ku do ulej. Po me 9 vite u dënua dhe Mariglen Ymeraj, ish efektiv i policisë, që kishte marrë përsipër se ngarkimi i drogës në plazhin e Divjakës nuk do të pengohej nga policia. Paketuesit e drogës, Orges Bilbili dhe Kristian Demça, do të vuajnë nga 7 vite e 4 muaj, ndërsa Kleviola Ahmetaj dhe Aurel Pupe janë dënuar me 6 vite e 8 muaj heqëllirie.